Kush e tundi enën? Nëse merrni 100 milingona të zeza dhe 100 milingona të kuqe dhe i vendosni në një kavanos qelqi, asgjë nuk do të ndodhë. Por nëse e merrni kavanozin dhe e tundi me forcë dhe e lini në tavolinë, milingona do të fillojnë të vrasin njëra tjetrën. Milingonat e kuqe mendojnë se milingonat e zeza janë armiku, ndërsa milingonat e zeza mendojnë se milingonat e kuqe janë armiku, edhe pse armiku i vërtet është personi që tundi kavanozin. Ajo që vlen për kavanozin e milingonave, vlen për çdo komunitet, fshat, qytet apo shtet. Para se të kemi mos pajtime, të grindemi dhe të shpërthejmë në armiqësi, duhet të pyesim veten: kush e tundi enën? Kush e nxiti përçarjen, të dukshmet e të padukshmet? Kush e ushqen familjen e qelbur dhe sektarizmin e urryer? Ka familje që janë ndarë dhe janë bërë armiq. Ka miq që janë ndarë, ka çifte që janë divorcuar dhe ka vëllezër që janë larguar dhe janë distancuar nga njëri tjetri. E gjithë kjo është për shkak të dikujt që e tundi enën me përgojime, thashetheme, shpifje dhe gënjeshtra. Sa bukur na mëson Kurani i Shenjtë, ku thot: O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë, në është i vërtet, për të mos i bërë dëm dokujt pa dashje e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë. Sure Huxhurat, ajeti 6. Po ashtu, Kurani thot: O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjynah. Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vallë dëshiron do njëri prej jush të haj mishin e vëllait të vet të vdekur? Sigurisht që ju do ta urrenit këtë. Kjeni frikë Allahun. Me të vërtet, Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirëplot. Sure Huxhurat, ajeti 12.